Të dashur shqiptar, familja ime më ka ndaluar që të nxjerr filma në Instagram. Dhe ka të drejtë. Domethënë unë jam bërë non grata, po jo tani. Prej vitesh. Dhe jo për arsye të filmave të mi. Dhe jo për arsye në fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Të gjitha këto unë i kam bërë për të kthyer në familje, për të rehabilituar. Të gjitha këto zbulime madhështore janë bërë që unë të kthehem në Shqipëri. Dhe jo vetëm që s'jam kthyer, por tani nuk kam të drejtë të dalas në Instagram. Ju prish imazhin njerëzve të mi. Është e vërtet? Të gjithë shqiptarët janë hidhëruar pa mas nga zbulimet e mia që kanë dalë aksidentalisht. Duke dashur unë që të gjej origjinën e ilirëve, stërgjyshëve të shqiptarëve, kam zbuluar që emrat e qyteteve ilire janë helene. Po ashtu kam zbuluar që të gjitha mbishkrimet e gjetura në Iliri janë të dialektit jonik, dorik, atik, dialekti korinthit, madje dhe dialekti i Kretës. Janë folur 26 dialekte në Iliri. Helene. Do më thënë të gjetura në shkrimet, në mbishkrimet, në varet, në statujat, në monumentet, në Kosovë, në Dalmaci, në Hungari, në Thraki, në Maqedoni, në Bullgari, në të gjithë gadishullin ilirik, janë gjetur vetëm mbishkrime greke, që flasin vetëm për grek, fise greke. Dhe kjo nuk është bërë me qëllim të keq nga unë, ka ndalë kudo këto, jo vetëm në Shqipëri. Pra, arkeologët shqiptarë thonë që shqiptarët kanë qenë në prapatokën e Apolonisë. Po kush prapatoka, në qoftë se deri në Austri dalin toponime iliro-helene, që janë fakt helene. Kur themi iliro-helene, dua që t'ju azbus pak shqiptarëve lajmin. Në vend që t'i thua shqiptarit që je me kancer, je pak pa qef, i thua shqiptarit. Do më thënë, do vdesësh. E kupton, shqiptari, që ti do vdesësh, ose më sakt, nuk ke jetuar. Nuk ka dokumenta që ti ke jetuar në gadishullin ilirik, jo në Shqipëri. Po as gjëkundi. Shqiptarët janë njerëz pa emër. Kush janë njerëzit pa emër? Ne kemi kafshët që kanë emra që ju avëm neve atyre. Dhe ilirët kanë emra që ja kanë vënë grekët. Dhe një nga këto emra është qyteti Budva, në malin e Zi, i banuar nga fisi ilir Dokleate, që është emër helen. Fama e Zotit në helenisht. Tani, që është ky qytet Budva, deri në vitin 2010, mendohej që ky ishte qytet me origjinë nga gjuhët slave. Bugjiq, në gjuhët slave do thotë të zgjosh, dikë, i zgjuar, Budva. Dhe kjo është arsyeja që malazezët nuk e ndryshuan emrin e qytetit. Ishin shumë krenar që ata kanë qenë banor të Ilirisë, madje kanë quajtur veten Ilir. Kroatët, serbët, edhe malazezët. Mi po ata janë të meruar kur që emrat e qyteteve të tyre slave janë fakt emra helen. Ç'kuptim ka Budva? Budva është një emër nga helenishtja, Botes. Ç'është kjo Botes? E pra Botes është emri i një qyteti të lashtë në Egjipt. Kur trupat e Aleksandrit të Madh pushtojnë Egjiptin, zbulojnë këtë qytet të jashtëzakonshëm. Është një qytet me një moshë mbi 3500 vjet, një nga qytetet më të lashta të botës. Dhe ky qytet është bashkimi i dy qyteteve të tjera më të vogla. Një qytet i quajtur Pe
në gjuhën egjiptiane dhe qyteti i dytë i quajtur Dep në gjuhën egjiptiane. Nuk e dim çfarë kuptimi kanë këto emra në gjuhët afrikane. Tani, këto fise afrikane pushtohen nga fiset semite, të cilët fillojnë dhe ndërtojnë piramidat atje. Dhe këto fise semite e interpretojnë emrin Pe dhe Dep në Pa Vadjet. Në gjuhët semite, Pa ka dhe kuptimin shtëpi e madhe. Dhe Vadjet në gjuhën egjiptiane semite, jo afrikane, ka kuptimin ngjyrë gjelbër. Është gjelbërimi i Nilit. Dhe ata ndërtojnë një perëndi që përfaqëson edhe Pe dhe Vadjet. Pe Vadjet është tok fjalësh. Egjipti i sipër dhe Egjipti i poshtëm. Kjo perëndi kishte trupin e gjarprit, kobrën, që mbron syrin e diellit të Ra. Kjo është Pe Vadjet. Ishte një lloj përbindshi me flatra si dragua. Kjo është perëndia Pe Vadjet. Tani, kur trupat e Aleksandrit të Madh pushtojnë Egjiptin, ata nuk dinin gjuhën egjiptiane dhe ilirët, por dhe helenët ndoshta, i shkurtojnë fjalët. Një lloj si kabalus në kal në shqip, amicus në mik. Ilirët në Egjipt e shkurtojnë këtë fjalë në Butes. Pastaj, iliro-helenët e marrin këtë fjalë nga pasardhësit e Aleksandrit të Madh në Egjipt, që quhen Ptolemejt. Generali ishte Ptolemeus dhe këta egjiptiano-grek quhen Ptolemej. Ata ngritën atje librarinë më të madhe të botës, bibliotekën më të madhe të botës, e quajtën Bibliotekën e Aleksandrit. Madje morën dhe trupin e Aleksandrit atje për ta varrosur në Aleksandri. Ky është qyteti i Aleksandrisë. Dhe atje shpiket emri Boutes në vitin 305 para erëson, është data e regjistruar në perandorinë e Ptolemejve. Ky emër krijohet si qytet motër nga iliro-helenët në Budva. E ç'a ndodh? Iliro-helenët, ose më saktë helenët në Budva, flasin dialektin e Korinthit. Dhe T-ja në fund të fjalës bëhet th. Dhe ky emër bëhet Bouthe. Bie edhe s-ja fundore. Pra këto ndryshime ndodhin vetëm në ata që nuk janë grek të pastër. Boutes bëhet Bouthe. Pastaj vjen slavët në shekullin e 6 të erës sonë, përzën prandej iliro-helenët, shqiptarët e tjerë, dhe vendoset emri Budva, që përkon me fjalën e serbëve budit, do të thotë zgjoj. Do të thënë atyre ju duket me etimologji popullore që ky është emri zgjoj në gjuhën serbe dhe në gjuhën slave. Në gjuhën polake është bugjiq. Zgjoj dikë. Dhe nuk e heqin këtë emër, kanë hequr emra të tjerë helen, po këtë e kanë mbajtur, duke menduar që është emër slav. Nuk e dinin, dhe se din dhe në këtë moment që po bëjnë këtë film, shqiptarët dhe malazezët, që emri i qytetit të tyre është emri i qytetit egjiptian, Butes, që është bashkimi i emrit Pe Vadjet. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Përtej. Dhe më thënë, ky zbulim ka shkatëruar të gjitha parashikimet e gjuhësisë. Helenët vetë, deri në vitin 2004, mendonin që emri Bouthe vjen nga fjala bou, që do të thotë lop. Dhe kështu i kanë helenizuar të gjitha emrat e Ilirisë ata.
Ne nuk e dim si janë emrat origjinal të Ilirisë, por janë bërë Helen, janë helenizuar. Të gjithë. Ose janë përkthyer në helenisht, ose janë helenizuar. Pranë qytetit Bouthe është emri Rizon, që Straboni thotë është vllai i Ilirit. Nuk e dinte Straboni që kjo është koine në greqisht. Është gjinore shumës e fjalës Riza, rënjë, e dialektit të ishullit Lesbos. Pra është folur dialekti aolik gjithashtu në Iliri. Është dialekt helen. Pra në Iliri kanë ardhur të gjitha fiset helene, të gjitha llojeve, siç erdhën më vonë të gjitha llojet e fiseve turke në Shqipëri në shekullin e 15, do përzihen me shqiptarët, u përzihen me ilirët, me vendasit, të gjitha fiset helene, dhe Boutes u bë Bouthe sipas dialektit të Korinthit, zbulimi im. Këto zbulime unë i kam nxjerrë në mënyrë anonime nga viti 2004, se kisha shumë frikë, madje dhe familja ime nuk e dinte se ç'po bëja unë, me siguri. Po kur pam filmat e mi, njerëzit e mi u tmerruan. Çfarë po bën? Unë po ju them shqiptarëve të vërtetën. Por edhe slavët janë tmerruar, se emrat e qyteteve të tyre nuk janë nga gjuha serbe dhe nga gjuha kroate, janë grek, të gjithë. Dhe ilirët që mendojnë ata që ishin shqiptar, ishin grek. Ne nuk e dim çka ka folur popullsia vendase. Çfarë gjuhë? Mund të ketë qenë dhe gjuha shqipe. Mund të ketë patur edhe drer aty. Madje ka patur edhe piramida, por piramida milingonash, jo njerëzish. Milingonat ndërtojnë piramidat e tyre, edhe ato, si insekte shumë të zgjuara. Por ilirët nuk kanë lënë piramida. Ilirët ose shqiptarët nuk kanë lënë asnjë lloj teksti. Të flasësh për ilirët është një lloj sikur të flasësh për drerët, nga që kemi gjetur brirë të drerëve të fosilizuar. Pra në qoftë se ilirët do kishin brirë, do të ishte një gjë shumë e mirë, sepse do kishin prova që kanë qenë atje ilirët. Në qoftë se ilirët do të ishin njerëz me bisht, do të ishte një gjë shumë e mirë, se do gjenin bishta ilirësh në Iliri, bishta shqiptarësh, po shqiptari nuk ka bisht. Për fat keq, po të kishte bisht, do ta dinim që ka patur shqiptar në Shqipëri. Por nga që nuk ka bisht, nuk ka brirë, nuk ka thundra shqiptari, nuk mund të dallohen kockat e shqiptarit nga një kock e grekut. Nga kockat ne nuk e dim kush ka banuar aty, kockat një lloj janë. Po shkrimet janë greke, emrat e qyteteve janë greke dhe Boutes është bërë Bouthe në dialektin e Korinthit. Emri i Gentit nuk është Genti, por Genthios, dialekti i Korinthit, mbreti i shkodranëve. Dhe unë kam gjetur Apollon Skodrinei, Apollo i shkodranëve, që ju nuk e dinit. E kam gjetur unë në 4 mbishkrime të ndryshme, të gjetura në të gjithë cepat e Ilirisë. E të mërshme. Pra, ta zëm se mua më ndalohet të dalë në Instagram. Ta zëm se mua më ndalohet të bëhem i famshëm, të bëj filma të tjerë. Familja ime nuk e di që filmat e mi shikojnë vetëm nxënësit e mi për të më bërë qejfin mua, dhe kjo dallohet qartë, sepse unë kam hapur kanale të tjera, kërkojni, me emrin tim, dhe atje filmat e mi kanë maksimumi 60 shikime, të rastësishme, që algoritmi ka gjetur rastësisht filmat e mi, ua ka sugjeruar shqiptarve dhe asnjë shqiptar nuk ka dashur të shikojë këto filma. Pra rastësisht kanë ndeshur në filmat e mi, në fytyrën time të bukur, të madhërishme, në sytë e mi të shkëlqyer. Edhe ata kanë menduar do të jetë ndonjë Alban i shkëlqyer që flet për perandorinë ilire të famshme, dhe ata pastaj të merrohen, shikojnë të vërtetën në pasqyrë.
Është një lloj sikur një gomar ta shikoj veten e tij në pasqyrë. Po un pas kam vesh. Po un pas kam dhëmbët e gomarit. Pra filmat e mi janë pasqyrat që ju tregojnë të vërtetën se si jeni. Dhe kjo është e tmerrshme kur shqiptari shikon të vërtetën. Prandaj filmat e mi nuk I shikon njeri. Jam përpjekur unë që në fillimet e YouTube-it, me dekada, por pa emër, anonim, dhe nuk I ka parë njeri filmat e mi, dhe habiteni, 60 shikime, shumë rrallë 80 shikime të rastësishme, me vite. Pra filmat e mi I kanë parë nxënësit e mi, ata që janë si ndjekës gjoja, nuk janë shqiptar, janë ish nxënësit e mi, që donin të më bënin qefin. Donin të tregonin që ishin të interesuar, pa ata nuk kuptonin shqip. Po ç'po ndodh? YouTube-i ka dhënë mundësi që filmat të përkthehen në shqip, në anglisht, polonisht, çekisht. Dalin titrat tani. Dhe unë kam rënë në një hall të madh. Nxënësit e mi po I lexojnë këto, dhe po tmerrohen, dhe po ikin dhe ata. Nuk I shikojnë më filmat e mi, as nxënësit e mi. Deri dje I shikonin për të më bërë qefin se s'kuptonin shqip. Por tani që po shikojnë përkthimet, po që kanë këta shqiptar? Po këta që kanë më keq se çdo lloj kombi tjetër në Europë janë njerëz pa emër, shqiptarët. Të gjitha emrat e fisëve ilire janë grek, edhe qytetet, dhe mbi shkrimet. Atëherë ç'del ky thon ata dhe bën filma për shqiptar. Që janë këta filma? Kush janë shqiptarët? Janë njerëz pa emër. Kjo është e vërteta. Pa emër ishin vetëm skleverit. Dibranët, unë jam dibran, quheshin penest. Dhe dibranët e kanë marrë vesh këtë nga filmat e mi, që emri I gjyshëve të tyre do të thotë sklever në greqisht. Penestët janë sklever, dibranët. Dhe ju kanë mbetur hatri shumë. Po faji im është që ata kanë patur emrin penest dhe kanë thënë që jemi fisi madhërishëm. Kjo është sklav në greqisht. Pra është e kot. Edhe nxënësit e mi po largohen, nuk po shikojnë filmat e mi, sepse po shikojnë përkthimet. Ata që I shikojnë filmat e mi dhe e kuptojnë të vërtetën e hidhur, ata kanë lindur nga e para. Në fakt, tani po lind populli vërtet shqiptar. Po mëson të vërtetën se kush janë shqiptarët. Janë njerëz pa emër. O të pa emër, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.